në 2 viteve të parë me kanabesin, duke se është gati të arzoj për shkak të Belinda Ballukut. Jo vetëm të vetin, gjithë historisë Shqipërisë që nga 1912 ka thënë. Po. Pra për herë të parë Shqipëria ka drejtësi të pavarur e ka thënë vetë të parë, po edhe si mazhorancë. Çështja është për shkak të Belinda Ballukut po. Apo sulmon Rama drejtësinë e re, prapë po them po, sepse nuk ka ndodhur dhe nuk ndodh në asnjë vend europian, të paktën aty ku zoti Rama do na fusi 2013, 2030, që kryeministri i një vendi, pra që është duke ushtruar detyrën e kryeministrit, sulmoj një gjykat, një prokurori, aq më pak gjykatën kushtetuesit i bëj presion në nën tekst se si duhet marrë një vendim. Pse e them këtë gjë? Sepse dihet që nuk e bën njeri, sepse çdo koment i një kryeministri, i një presidenti, pra që ka pushtet tjetër, jo pushtetin e drejtësisë, do të përkthej si presion apo si kërcënim ndaj një pushteti tjetër. Unë e kuptoj që zoti Rama mund të ketë edhe hallin e ndërhyrjes kompetencave, që thotë po më marrin kompetencat, është ndërhyrje një pushteti në pushtetin tjetër, po prishet parimi check and balance. Por për këtë punë mund dilte zoti Angela Gaçi, sekretari i përgjithshëm, që në emër kryeminist apo këshilltari juridik i kryeministrit, thoshte ne kemi çu një kërkesë gjykatës kushtetuese të na bëjë interpretim. Ne si palë që jemi besojmë këtë gjë. Kryeministri i tyr nuk është palë. Në kuptimin që ai nuk mund as komentoj as si sugjeroj gjykatës se çfarë vendimi duhet marrë që ta lërë atë të qetë. Pra kjo është nga pikpamja formale. Nga pikpamja formale, nga pikpamja politike, është ajo që kemi thënë që këtë herë ka ndodhur diçka e re, që Belinda Balluku nuk po hetohet as për pllakat e banjos, as për të brendshmet, as për shtëpitë në Bregdet. Belinda Balluku po hetohet për një vendimarrje të Edi Ramës. Pra Belinda Balluku me gjithë Edi Ramën kanë shkuar në Turqi, kanë anulluar një tender të parin që kompania Gjoka kishte fituar me 140 milion dhe kanë detyruar kompaninë Gjoka që të bëjë të njëjtën punë, po këtë radhë për 190 milion. Dhe kanë marrë letrat e një kompanie turke për t'i përdorur në këtë rast. Unë shikoj pra këtu jo hallin e Ramës për pavarësinë e pushteteve, pra që pushtetet janë ndarë, se këtë e thot një njeri që nuk ka lënë asnjë pushtet pa fudurët, qoftë edhe pushtetin ton. Por këtu është rasti i parë që unë mendoj që pastaj kjo është hipotezë sa e gabuar është ose jo, do ta vërtetoj koha, që unë mendoj që për herë të parë Spaku ka kaluar rrethin e hekurt që i kishte vizatuar Edi Rama nga fillimi deri më sot. Pra nëse deri tani çdo njeri që Spaku ka marrë kanë qenë dhe kemi diskutuar këtu e lëshoi Edi Rama, i shkeli syrin Edi Rama, por dhe nuk e lëshoi Edi Rama, e mori Spaku, nuk i prish asnjë punë Edi Ramës, pra Edi Rama mori mandatin e 4, ndërkohë që ne diskutojmë, dhe Spaku as nuk hetoi krimin elektoral, as nuk hetoi deri më sot, përveç rastit Balluku, asnjë procedurë korruptive që prodhonte parat me të cilat bliheshin votat. Ky është rasti i parë që ne na shpjegon që si ka mundësi që një qark si Dibra del në zgjedhje lokale 17-0 për Belinda Ballukun. Se si një qark si Fieri del 12-4 për Belinda Ballukun, që as Gramoz Ruçi, as Fatos Nano, as Ilir Meta dhe as Edi Rama bash nuk e kanë arritur dot në rezultate. Dhe ti e kupton që ne kemi kuptuar me kohë, po ata që thoshin që shikoj sa ata janë të organizuar për të sërish se punon fort, po nuk është mirë. E kupton dhe Lenci më në fund. Po Lenci e ka ditur, po tjetër gjë se se ka thënë.